Rreshjet intensive që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit kanë krijuar vështirësi serioze në disa zona duke përmbytur rrugë, pallate dhe toka bujqësore. Në Lezhë, përmbytjet më të mëdha janë regjistruar në bllokun e banimit 11 janari dhe lagjen Beslidhja, ku sipërfaqet e ujit kanë mbuluar rreth 11.2 hektar. Niveli i ujit në mëngjes arriti deri në 40 cm, duke bllokuar hyrjen e pallateve dhe duke vështirësuar lëvizjen e komsorëve dhe automjeteve. Trafiku në qytet u ngadalsua ndjeshëm për shkak të ujit në rrugë dhe rreshjeve të vazhdueshme. Përmbytjet vazhdojnë prej një jave, ndërsa njësitë administrative Kolsh, Zejmen, Shënkoll dhe Mamuras po përballen me probleme të përsëritura. Autoritetet lokale po punojnë për largimin e ujit dhe rikthimin e qarkullimit normal, ndërsa qytetarët vijojnë të përballen me vështirësi në hyrjen e pallateve dhe zonave rreth tyre. Edhe në Vlorë, rreshjet kanë shkaktuar probleme serioze. Rrshqitje dhe erash bllokuan për rreth 45 minuta aksin që lidh fshatin Peshkopi me Vllahinën dhe Poçemin. 10 mjete mbeten të bllokuara në rrugë, ndërsa segmenti i aksit ishte sapo riasfaltuar pak kohë më parë. Në Kukës, rreshjet intensive kanë shkaktuar rënje gurësh dhe shkarje dherash në disa akse nacionale, megjithëse rrugët mbeten të hapura dhe qarkullimi vazhdon normalisht. Në zonat malore janë regjistruar rreshje të Borit dhe Ngrice, ndërsa rrugët rurale mbeten të kalueshme. Megjithatë, ka ndërprerje të energjisë elektrike në disa fshatra dhe autoritetet po punojnë për rikthimin e furnizimit. Mbrojtja civile dhe bashkitë përkatëse po vijojnë punën për pastrimin e rrugëve, riparimin e argjinaturave dhe menaxhimin e situatave emergjente për të minimizuar dëmet dhe për të garantuar sigurinë e banorëve.